Faleminderit shumë Kushtrim për ftesën dhe kënaqësinë që t'jem në hapjen e këtij panajiri. Mendoj që zhvillimet, shtetësia e Kosovës, liria e kanë vulën e kontributit të mërgatës ose diasporës. Përderisa në fazat më të hershme të viteve 90, ju e keni mundësu që Kosova të mbjetoj njëna prej regjimeve dhe apartheideve të Slobodan Miloševićit, i kanë kontribu në mas të jashtëzakonshme furnizimit me armatim për ushtarin ushtrisë qëllimtare të Kosovës, periudha pas luftës, kur mërgata tashmë ka mundësinë e jashtëzakonshme edhe të mundësisë financiare, nuk duhet me pa Kosovën vetëm si vend lindje, ose vizitë tek prindrit, ose vizita e nipave dhe mbesave tek gjyshërit, por Kosova është mundësi e jashtëzakonshme edhe e investimit. Mërgata përfundimisht duhet ta sheh Kosovën edhe si mundësi të investimit. Unë me ju ndoj vetëm njërën prej mundësive që mërgata e Kosovës e ka sot me investu në Kosovë, që është prej mundësive të rrallës e të jashtëzakonshme të aspektit afarizmit ekonomik dhe financiar. Qeveria e Republikës Kosovës mandatin e kaluar ka aprovu drejtaren e diasporës ose fondin kosovar për investime, në të cilët mundësit e akreditimit që mërgata e ka për mënyrën dhe të bërit biznes është e jashtëzakonshme. Komunat e Kosovës kanë mundësi gjithashtu që të ofrojnë potencial edhe hapësirë për zhvillimin e bizneseve dhe ideve të tyre. Unë si kryetari Mitrovicës ftoj gjithë mërgatën që kanë mundësi dhe kapital financiar që të investojnë në Kosovë, janë të mirëseardhur në Mitrovicë. Ne kemi një zonë industriale për mundësinë e investimit posaçërisht me prioritet tek sektori i prodhimit, kështu që janë më shumë se të mirëseardhur, gjithë i ftojmë dhe ofrojmë mundësi duke filluar nga ofrimi i tokës për zhvillimin e bizneseve tyre prodhuese, e mandej aftësinë kreditore ofron qeveria si garantues përmes sistemit bankar në Kosovë. Faleminderit edhe një herë Kushtrim për ftesën edhe për respektin që të adresohem mërgatës përmes një fjalimit shkurt, ashtu si e rekomanduat jo, e ftoj gjithë pjesën e mërgatës, po edhe pjesës tjetër që të vinë gjatë tyre 3 ditëve në panajër, për shkak se mundësit dhe prezentimit e sektorëve të ndryshme që këtu janë, është mundësi e lidhjes së komunikimit edhe rjetizimit të bizneseve të Kosovës dhe të mërgatës. Faleminderit shumë.